Organizata botërore e shëndetësisë e përshkruan lindjen para kohës si ardhjen e foshnjës në më pak se 37 javë të shtatzanisë. Doktoresha Diana Pazhari Dafota, neonatologe, shpjegon se lindja e parakohshme paraqet një proces kur foshnja vjen në jetë më herët se sa duhet dhe se në Gjakov vazhdojnë të paraqiten raste të tilla. Lindjet parakohshme quajmë fëmijët e lindur në 37 javë të gjestacionit apo javë të pjekurisë. Situata në Gjakov me lindjet e parakohshme mund të themi se është në minimum, si është edhe në krejt Kosovën, por në Gjakov mendoj pak më shumë për arsye se shumica e fëmijëve, shumica e nënave me bebë shtatzana transferohen në klinikën e neonatologjisë. Kuptohet për shkak të është edhe protokoll, si thash edhe më parë, që për 34 javë fëmijët të transferohen në klinikë atje, por që edhe mundësia jonë ofrimit të pajisjeve, stafit, është shumë e vogël. Përkundër dëshirës shumë të madhe për kryen e kësaj pune. Me mundësit maksimale mundom që ta mbaj. Doktoresha Pazhari Dafota duke folur për rëndësinë e ditës së lindjeve të parakohshme, që në gjithë globin shënohet sot, veçon rëndësinë e kësaj dite duke sjellë në vëmendje moton e këtij viti që synon vetëdijësimin dhe mbështetjen për të gjitha foshnjat që vinë në jetë para kohës. Nga sot do shpall ka hyrë në kalendarin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë që 17 nëntorit jetë dita botërore e të posalindurit, e cila solidarizon të gjithë me ta me disa aktivitete që bëhen dhe me një ngjyrë vjollce, e cila flet për ndjeshmërinë e tyre edhe shpresën për jetë. Neonatologja Pazhari Dafota gjithashtu vuri theksin edhe të angazhimi për të parandaluar lindjen e parakohshme. Për të parandaluar lindjen e parakohshme duhet trajtimi i nënës, do të thonë infeksioneve, të cilat janë shumë, andaj përcjellja e rasteve në mënyrë, do të thonë vizita sistematike të posalindurit, por ka dhe shumë raste që nuk mund të mbahet. Kjo është trajtimi i infeksioneve, është arsyeja kryesore e mosardhjes të lindjes së parakohshme. Doktoresha Diana Pazhari Dafota theksoi se kujdesi i hershëm dhe informimi i nënave është hapi më i rëndësishëm për të mbështetur foshnjat e lindura para kohe dhe për të siguruar një të ardhme më të shëndetshme.